Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Po paraqitem me këtë video sqarim në lidhje me atë që vagabondët dhe ekstremistët e lëvizjeve me emra falso, nga se nuk kanë burni me dal me emra original, siç unë dal me emër mbiemër që kam statusin tim, ndërsa ta dalin me statuse falso dhe me sulmojnë duke mi shkëputur videot, fjalimet e mia, dhe duke më paraqitur se kinse unë jam duke bërë thirrje për dhunë, e për vrasje, për mbytje, ku ta di unë. Por këtë do ta sqarojmë tani dhe sa për fillim, në atë video ku unë jam dalë edhe me plis, aty e kanë nënçmuar plisin, nga se kanë vendosur flamurin e Serbisë tek plisi, sikur ta kishin vendosur tek trupi im dikun. Kjo hade u sulmu Ademi, por plisi pse të sulmohet duke ja vendosur flamurin e Serbisë plisit. Dhe tjetra tek këto statuset falso që nuk kanë burni me dal me emra dhe mbiemër se kush janë. Këto do shta janë frymzuar tek ngjarja që e tregon Bibla tek Zanafilla, ndarja 38, historia mes Tamaras dhe Judës, ku Tamara si reja e Judës, pasi që Juda e çonte prindërit e vet, dhe ajo nga frika se nuk do ta kthej më prap te djali i tij i fundit, dëgjon se është duke ardhur vjerri i saj dhe del në rrugë, mbulon fytyrën dhe paraqitet si prostitut, dhe Juda mendon se është prostitut dhe i kërkon se sa ka çmimin për të kryer marrëdhënie, dhe ajo dihet kush do mund të kthehet tek Bibla dhe ta lexoj. Pra paraqitet si prostitut, mbet shtatzon me vjerrin e vet dhe më në fund kthehet te vjerri. Pra edhe kësi historinë kemi në Bibël, por po du të them se këta njerëz me statuse falso i ngjasojnë Tamarës. Pra që shkojnë edhe dalin duke i mashtruar njerëzit edhe me shkputjen e video të mia që i kanë bërë. Pra duke më paraqitur si të dhunshëm, tani unë do të bëj edhe disa sqarime në lidhje me këtë. E para, shoqëria e nderuar, ne bëjmë çdo herë thirrje si politikanët, si njerëzit fetar, si njerëz të shtresave të ndryshme shoqërore, se kemi bashkëjetesë fetare, tolerancë fetare mes katolikëve, muslimanëve. Por nëse do ta kuptojmë fenomenin e Pjetër Bogdanit, kjo argumenton se nuk mund të ketë bashkëjetesë një katolik me një musliman nëse ai vendos si njeri kryesor Pjetër Bogdanin. Qysh mundesh me qenë ti katolik i mirë për një musliman, kur ti thu për mua është shembull Pjetër Bogdani, i cili e ka ofenduar rënd profetin Muhammed, saqë e ka akuzuar në shkrimet e tij se Muhamedi ka kryer marrëdhënie edhe me kafsh. Si mundem unë të kem mirëkuptim me një person që thot ti duhet me dasht Pjetër Bogdanin, duhet me respektu, që e ka sulmuar Islamin, që e ka sulmuar Kur'anin. Këtu nuk janë fjalët e mia. Unë nuk jam duke shpifur Bogdanit, është libra e tij të nderuar, Qeta e profetëve. Nuk e kanë botuar këtë me shpif muslimanët. Këtë kanë botuar vetë simpatizantët e Bogdanit, Qeta e profetëve. Qeta e profetëve, përgjegjës për botim Don Fatmir Koliçi, përkthimin dhe parathënien Dr. Angel Sedaj, redaktimin krahasues të transliterimit në gjuhën e sotme Dr. Ibrahim Rugova. Pra këto ka botuar drita
Prishtinë 2016 nuk e ka votuar as Bashkia Islame as ndonjë hoxh, ju e keni votuar, që e doni edhe shashtri sipas Bogdanit. Çfarë ka thënë Bogdani? Me gjak, pra vëllimi i parë, faqe 143. Me gjak, pra, dhe vetëm me shpata do të shlyem gjurmët sakrilegje të Kur'anit. Pra çdo sen që është islame me shpatë, me dhunë. Shikoje tjetrën, që vazhdon në faqen 145 të vëllimi i parë, njëti. Do të shndrohen më në fund hëna në kryq, edhe xhamiat e pa fe në tempuj të bekuar, pra në kish, dhe haremet do të shndrohen në kuvende dhe turku me kohë do t'i nështrohet ligjit. Për këndo ka qëllimin turku, për shqiptarët musliman. Këtë na thot Shanzefi, prifti, tek islamizimi i shqiptarëve gjatë shekujve. Çka thot? Relacionet të Pjetër Bogdanit atë botin peshk i Shkodrës dhe administrator i Tivarit, Shkodra kishte mbetur vetëm me 6.000 katolik e 5.000 musliman. Tivari vetëm me 2.500 katolik e 3.000 turq. Në klapa Shanzefi ja ka bërë shqiptar musliman. Se kështu i ka quajtur shqiptarët musliman, turq. Sikur sot që neve për na quajnë pasus të ti, ju nuk jeni shqiptar, ju jeni turq, shkoni në Anadol. Prandaj dhunën e mbjell Pjetër Bogdani. Me këtë Pjetër Bogdan nuk mund të ketë bashkëtes. Nuk mund të ketë bashkëtes. Qysh mundet me pas bashkëtes me këtë? Pastaj, Bogdani, që unë nuk e kam quajtur që është serb. Mbiemri i tij është serb, Bogdan. Dhe këtë shikoni se çfarë thot në një konferencë që kanë bërë dokët në Zvicër, gjurmë të rënjeve tona Pater Ndua Kajtazi. Ja çfarë thot. E gjejmë dy familje Bogdani. Pse Bogdani? Të kushtot çka do të thonë kjo Bogdani? Bogdani është çush kemi Hasana, Hysena, që nuk janë turq, po janë shqiptar, çush kemi Kenetan, Gjeksuna, Nelson. Shikoni pra si mundohet me arsyetu mbiemrin serbisht Bogdani me Hasani e Hyseni. Por unë dua t'ja them ti Pater Ndua Kajtazit. Nuk mund të krahasosh ti Serbien, që çdo herë ka qenë genocidaliste. Madje keni libra të shkruar që edhe kanë publikuar me shkrim. Se kisha katolike vetë ju keni deklaruar se ka vuajtur nga car Dushani, nga mbretëria serbe, parë Perandoria Osmane. Pra nuk është njëjtë mbiemrat serbisht me ata Hasan e Hysen e turq. Hasan nuk është turk, po është emër arab, në gjuhën arabe, është emërtuar edhe nipi i profetit Muhammed, po tek e fundit, ne kemi Hasan Riza Pashën, që nuk ka qenë shqiptar, komandant i Osmanëve, që e ka mbrojtur Shkodrën, kundër malazezve e qefiset katolike, në aton janë konë bashk me malazezës kundër shqiptarisë. Pra nuk është njëjtë si Bogdan si Hasan, se mu më del përballë një Hasan Riza Pasha, jo shqiptar, e i cili e ka mbrojt Shkodrën që mi mjet Shqipnisë. Ju lutem, kthjelluni. Kur unë e kam përmend se është mbytur prifti ekstremist në Gjakov, për shkak se e ka ofenduar Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, kam përmend një fakt historik që e ka shënuar Noel Malcolm. Noel Malcolm, historian britanik, ka përmend se çfarë ligji ka pas Perandoria Osmane. Dhe unë atë e kam përmendur. Dhe unë gjithmonë në ligjërimet e mia që i kam të publikuara në YouTube edhe në Facebook, ligjet penale është rregull, nuk janë në mënyrë individuale, janë në mënyrë shtetërore. Shteti është që i zbaton ligjet, jo individet, jo xhallarët. Prandaj unë nuk kam bërë thirrje me dal e me mbyt. Po thirrje për me mbyt i keni ju komentuesit nëpër statuset e juaja. Ne nuk bëjmë thirrje për me mbyt. Ne jemi duke treguar fenomenin e një mashtrimi, manipulimin e emër të shqiptarisë. Prandaj
kthjelluni edhe njëherë po përsëris se ju nuk mund të ketë qasje për bashkëpunim. Dhe këtë du t'ja bëjnë me dije të gjithë. Hoxhallarët e intelektualet që të mirë informuar dhe që adojnë të mirë në vendit. Lejeni Bogdanin në raftat e bibliotekave për studiusit. Mos e merrni si shëmbëltyr, nga sa i ka thirrë murxu xhamia dhe karxu xhamia. Ka masakru shqiptar musliman, që i ka quajtur turq. Ka bërë shkatrime, si që përmend Husamedin Ferraj në librin Skice mendimit politik shqiptar, që Kosova më kur nuk ka ardhur në veten nga i shkatrim, pas një ndërtimi që ka pas një qytetërimi më të zhvilluar në Ballkan. Atë e ka shkatruar Pjetër Bogdani me ushtrinë që ka qenë i bashkuar me të. Atë që kam përmendur si mbytyjen e atij priftit në Gjakov, se këtë na i paraqisin si vrasje të përftrinjeve kombëtar në kohën e Prandërisë Osmane. Nuk ka qenë vrasje kombëtar ato, sa ata nuk kanë luftu për kom, për fen e vet kanë luftu, por në mënyrë të poshtër duke ofenduar, se mu feja nuk ma lejon me ofendu as Biblen, me ofendu as kënd për religioneve. Tjetër është kritika, du të dallojmë kritiken me ofendimin, por qysh më lejohet mu tash sa është e sinqert, sikur një filozof me shkru një libër për humanizmin, me një filozofi të temase të avancuar, që e kalon filozofëve Helen e Egjiptas e Kinez, dhe ndërkohë kur flet për humanizmin dhe për mashtrimin me personifiku Terezën, që katolikët e kanë shëndru të shrejt, me shpifje se ajo ka shku në kish, ka kry marrëdhënie me prifta, me papën në Vatikan, dhe atë libër na me marr dhe me qitë si personalitet i këtij filozofi, edhe si një kushtetut që me pas marrëdhënie të mira me katolik. Sa është e sinqert kjo? Nuk është e sinqert. Prandaj nuk është e sinqert ti si prift, si katolik, të më thuash se duhet ta ndjekim shembullin e Pjetër Bogdanit. Një Bogdan që ka thirrë murxu xhamiat, mu shkatru xhamiat, një Bogdan i cili ka thirrë me u eliminu me shpat mësimet kuranore, pra me u prej njerëzit që s'dojnë me lënë fenë islame, me u prej, me shpat. Pra nuk mund të ketë bashkëtesë fetare, tolerancë fetare mes shqiptarëve, katolik, musliman, me një personalitet që ka thirrë në dhunë, që ka ofenduar ndjenjat më sublime, më të shtrenjta të muslimanëve, Kur'anin e profetin Muhammed. Ku jeni? Kthjelluni. Pastaj kur kam përmendur atë që nuk ka qenë kombëtarizëm, ata kanë qenë të falimentuar kulturalisht, moralisht si priftrinje. Ja që thot Noel Malkomi, tek libri Rebelet besimtar të mbjetuarit, studime mbi historinë e shqiptarëve. Faqet 250-251. Dëgjoni me vëmendje. Ndonjëherë letrat e tij, pra të Bogdanit, përfshinin pjesë të inteligjencës në lidhje me planet ushtarake osmane ose gjeografinë e rajonit, të cilat padyshim kishin për qëllim të ndihmon një forcë pushtuese të krishtere. Jo shqiptare, pushtuese të krishtere. Nëse do të vinte ndonjëherë dhe kur një forcë e tillë arriti në vitin 1689, Bogdani mori masa aktive për ta ndihmuar atë. Me këto fjalë kuptohet se si Bogdani dhe përfitimin e tjerë kanë qenë shpijuna të shteteve tjera katolike të Evropës kundër Prandërisë muslimane osmane. Pra shpijuna. E kuptoni fjalën shpijuna? Duke ja përshkru vendin ku rrinë ushtarët, ka shkujnë, tek shkujnë, mi dhoni informaciona ushtrive austro-hungareze. Motivimi i tij për të kërkuar këtë lloj ndryshimi politik nuk ishte thjesht laik. Po çfarë laiki? S'ka pas laik atë. Laicizmi e revolucionit francez ka filluar me 1789. Ishte edhe fetar. Pra, kryekput fetar. Nëse interesi i tij i vetëm do të kishte qenë shënjërimi kombëtar
Ngojeni këtu sa bukur e thot Noel Malcolm. Nga fuqia perandorake pushtuese, ai logjikisht nuk mund të mirëpriste një pushtim që mund të kishte rezultuar që territori i tij të bëhej pjesë e perandorisë austriake ose veneciane. Në fakt ai ndronte për një pushtim të tillë. Pra se ka pas dert çështjen kombëtare, por pushtimin për perandorive katolike. Dhe arsyet pse ai ndjej kaq ndryshe për një fuqi okupuese të krishter ishin natyrisht fetare, jo kombëtare. Ju lutem, mos luni me mendjet e njerëzve, popullit. Duke mashtruar ai ka qenë kombëtar, nuk ka qenë kombëtar. Ai ka luftuar për katolicizëm. Maslina sa për informim. Noel Malcolm e përmend se Pjetër Bogdani ka kërkuar dhe Bibël arabisht, duke mos e kuptuar fare arabishtën, por vetëm për t'ju dhënë muslimanëve që njohin arabishtën për me kuptu Biblën në gjuhën arabe. Pse nuk e sjelli ai Biblën në gjuhën shqipe për t'ju folë bashk kombazve të tij shqiptar. Pra, me një fjalë, Bogdani ka qenë një prift katolik, shpion i fuqive katolike për të larguar një perandori muslimane dhe asgjë më tepër. Prandaj, ja pra ku e përmend këtu në faqen 261, pasi Bogdani kishte shkruar tashmë versionin origjinal të tekstit të tij, mbështetet gjithashtu nga provat e letrave të tij të viteve 1675. 76 në të cilat ai kërkon një kopje të përkthimit me 3 vëllime të Biblës në arabisht, të cilën e kishte botuar propaganda fida së fundmi. Pra, me bë propagandën e tij edhe me Bibël arabisht, e që pasues të tij ekstremistë vagabonda sot ju drejtohen xhallarëve pse po folni arabisht, e të kthehen të thonë Bogdanit të tyre pse solle Bibël arabisht për jo shqip. Prandaj të nderuar, shoqëri e nderuar, largojeni këtyre mashtrimeve dhe përhapni lajmin e mirë, lajmin e vërtet, i cili do t'i shpëtoj shumë njerëz të pa informuar, të cilët janë duke përhapur propagandën e tyre të fëllisht në emër të shqiptarisë, si që janë këto lëvizjet për rikthim, këta vagabonda e në mbështetje të priftrinjeve katolik. Kaq për sot, selam aleikum.